Madhështia e njeriut matet me imazhin që ai le pas, me veprat tempullit të dijes, duke i u ngjitur shkallëve të universitetit me vullnet të hekurt, fal virtyteve e pasionit për të studiuar. Nxitur prej dëshirës që këto njohuri t'i rrezatonte përmes ligjëratave të tij auditoreve të universitetit ton, por edhe jashtë vendit, si në Kosovë, Maqedoni, Greqi, Itali, Gjermani e tjerë. Ai është një pus i thellë informacioni, kulture, horizonti dhe jo vetëm në fushën e tij të shkencës. Është një njohës i spikatur i psikologjisë së studentëve të ardhur nga të gjitha krahinat e vendit. Prandaj edhe ka patur suksese në profesionin e tij. Profesor Nikolaki zotëron artin e komunikimit dhe të përcjelljes së dijeve tek me bazë në Fier, mbaron fakultetin e agronomisë, kryen specializimin pas universitar dhe me 1991 fiton gradën shkencore kandidati i shkencave. Në vitet 1992-1994 niset për punë kërkimore shkencore në Gjermani. 12 qershor 96 merr titullin doktor, kurse me 2001 profesor i asociuar. Në 2016 fiton titullin më të lartë profesor. Ka mbaruar dhe zotëron dëshmi për gjuhët e huaja gjermanisht, anglisht, rusisht e tjerë. Në fillimet e karrierës ka punuar agronomi lartë në degën e prodhimit në Lybovshë dhe rrethinat e saj. Me 1979 aktivizohet për temën shkencore qeveritare mbi erozionin e tokës bujqësore, sërish në Lybovshë, e pas specializimit pas universitar në shtator 1985 deri qershor 1992 pedagog në Fakultetin e Agronomisë të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Pas punës kërkimore në Gjermani në janar 1994 deri në janar 2008, pedagog në Fakultetin e Bujqësisë dhe të Mjedisit në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Janar 2008, mars 2012, përgjegjes i Departamentit të Prodhimit Bimor. Pedagog pranë Departamentit të Shkencave Agronomike. Shikues të nderuar, ju përshëndes. Siç shikoni edhe në sfond, jam përpara Universitetit Bujqësor të Tiranës, këtij universiteti që ka nxjerr me qindra, me mira, kuadro të bujqësisë nga Lushnja, nga Fieri, nga Divjaka, nga Mallakastra, nga gjithë Shqipëria. Pak kanë qenë ata që kanë pas fatin të jenë edhe pedagog në këtë universitet. E pikërisht, unë duhet ju prezantoj juve sot një ndër djemt të Myzekjes, një intelektual të Myzekjes, një nga studentët e shkëlqyer që kanë mbetur pedagog në këtë universitet. Ai është autori 15 librave për studentët. Ai është profesor doktor Nikolaq Bardhi. Do t'ju prezantoj. Si të kam profesor? Përshëndetje. Si jeni? Faleminderit. Përshëndet, familja mirë? Mirë, jo mirë. Universiteti ç'thot? Universiteti mirë, vazhdon punën, vazhdon të jetë specialist. Çdo ditë përpiqet që të bëj më të mirën për kombin shqiptar. Tu ka student tashmë edhe nga Maqedonia, edhe nga Kosova, edhe nga Malizi, pra ka marrë për masat e një universiteti kombëtar me trojet jashtë shtetit shqiptar, fatkeqësisht që për 40 vjet, 50 vjet nuk kanë qenë bashkë. Tu studentët vinë dhe marrojnë masterin shkencor, bëhen dhe doktorant këtu në Shqipëri, u thëgjë nga profesor shqiptar, edhe unë kam u thëgjë 2 doktorant, një nga Kosova, që tashmë është profesor e asociuar dhe është pedagoge në Universitetin e Pejz, dhe Frime Berisha, dhe një student tjetër doktoraturës në Frus Çevliku, i cili është sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Bujqësisë së Maqedonisë. Profesor, ne po bëjmë një emision së bashku për të ju dhënë shikuesve të njohuri mbi profesor Nikolaq Bardhin. Kam një pyetje, a janë të paktë pedagogët e Myzekjes në universitet, mendimi juaj historikisht në universitet? Fatkeqësisht duhet pranuar e vërteta. Megjithëse bujqësia, lektoria ndodhet shumë në qarkun e Fierit dhe të Beratit, pra përgjithësinë Myzekje, pedagogët në këtë universitet kanë qenë me pika, kanë qenë
të pakët. Megjithse baza e studentëve me nota shumë të mira e kam pasur të vështirë që të vinë pedagog në universitet. Mbas përmbysjes së sistemit, numri i pedagogëve nga Mizia i kanë ardhur në universitet është rritur shumë. Pra, deri në Framase mund të themi kaq që deri vitet 90 ne kemi qenë vetëm 3 pedagog nga Mizia. Tashmë janë rreth 15. Pra këtu ka nisur edhe arsimi juaj fillestar. Unë kam finisur fillimisht këtu, në këtë shkollë, në klasën e parë, me mësuesen e talentuar Liri Prifti, për ulem dhe sot para saj. Kam vazhduar shkollën me një gjaje që i thoshin Gjamarku, ai na mësonte dhe të këndonim bashko, jo shok, me në qetë, po ati kishte lezet. Ai shpjegonte shumë qartë. Në klasën e tretë ka qenë një pedagog, një mësues i talentuar, metodist, Ali Vrioni. Pasandaj, nuk mund le pa përmendur tu Liri Dhamon. Talentin që munda nga jeta si vjetë, në fillim të muajit tetor, nga cila unë kam mësuar shumë, më vlerësonte shumë, më përzgjodhi. Dhe ne ishim kalamanj, dojnë të alinim detyrën pa berë, e të shkojmë të dojnë futbol. Ajo më thoshte, për kokën e Adit nuk le të dalish, si i mirë me mësimet. Kjo ishte mësuesja talentuar, Gjuliana Shyti. E shumë mësues tjerë. Gjatë kohës që unë isha në Libosh agronom, nuk është këputa. Dhe lidhje shkencore që pata më bëri që unë të mësoja gjuhën ruse të çojë MTE, edhe atë provim. Dhe ishin 2 provimet bombë për atë kohë, gjuha huaj dhe filozofia. Dhe në vitin 1980 unë dhash gjuhën ruse. Në vitin 81 dhash filozofinë. Këtu më rrit optimizmi që ishe i përshtatshëm dhe ishte e mundshme rekomandimi që kishte lëshuar shkolla, rinia në atë kohë siç ishte, që unë mbas një periudhe pune 5 vjeçare mund të kthehesha në institucionet këmbëmore shkencore të Shqipërisë ose institucionet mësimdhënëse. Pikërisht mësimdhënia që bëra në Libosh te shkolla e mesme natën, edhe që jepja një ditë në javë si jashtë në universitet, në një studi bujqësor, mua më bëri që të mos shkëputem nga libri. Edhe avash po qartësohesh. Shumë pedagog të mirë. Po kërkoni me insistim që unë të kthehesha në auditorë. Një shtys tjetër për mua që pjesëmarrje në grupin e punës për temën e Këshillit të Ministrave, mirëzojnë e tokës dhe masë për mjanimin e efekt shkatrues të tij. Aty unë pata rastin që të bisedoj me njerëz të profesioneve të ndryshme dhe shumë të aftë. Midis tyre mund të përmend Zefra Kacollin, inxhinier hidroteknik, mbaruar në Hungari, shumë i aftë dhe njëri shumë i kompletuar dhe shumë i mirë. Me të, si thonë, na pëlqeu dhe muhabeti, ai më respektonte se unë isha i fortë në matematikë dhe më tha bëri një kompliment, më tha, je i vetë një agronom që je i fortë matematikë kam njohur deri sot. E shikova kështu dhe në qeshe i thash, po pse në Shkodër nuk ka pas agronom të fortë matematikë, se ishte Shkodran. Ai qeshe kështu dhe tha, patukët e Shkodrës me lënë moda, mos i marrë ti. Edhe, parikisht, aty unë pata dhe shkrimet e para. Ndërkohë, unë krajova nga pedagogët e mi dhe shumë shpejt u ktheva pedagog. Kthimi pedagog ka qenë në vitin 1985, 1985. U kam menduar një natë në dhomë, se në dhomë konviktorinim, më dha truri që të mësoja gjuhën gjermane. Dhe po kërkoja një njeri ta gjeja. Fatikisht, më rekomandon një pedagog të gjuhës gjermane te filologjiku, Niko Vanjeli, me origjinë nga Korça, nga Erseka, Bilis. Shkova atje edhe pyes, më thonë, ja i ati është. A ishte një burr elegant, dukesh ishte i prehet, i zgjuar, dhe ishte dhe autoritar. Dhe ja afrohen, thënë, profesor, uro, unë duhet të takoj ju e pak. Po kush jam unë? Ju një profesor Niko Vanjeli jemi gjermanisht. Po ai jam. Edhe i them që unë duhet mësoj gjermanisht. Po ai më thotë, po pim një kafe, profesor. E bëj muhabetin tavolinë. Dhe ulën tavolinë dhe
thot, si të mësoj gjermanisht, do ulem karrike, do ve librin tavolin, do bëhem njësh karrike tavolin libër, dhe unë për 4 orë në ditë. Oh, se keni kaq pasion jo, kaq zell, profesor, unë shë, diçka pas ke kuptuar të i qërë ata. Jo, profesor, mua më duke si ju e mirë. Mirë. Po, i gjen do të 2 veta të tjerë? I thashun, po, profesor, jo, po, se si është puna? Po, sepse unë jap mësim me 3 veta, nga 100 lek, 300 lek. Dhe, fatikisht, 25 minuta. Po të vish vetëm të pagosh 150 lek. Profesor, po unë të pagojnë 100 lek për 15 minuta. Për mi pagojnë 125 lek për 25 minuta. Sepse ne da ndajmë 3, po jemi 3 veta. Ho, qeshe, e po mirë. Do vish të shtëpia. Unë në vitin 73 drejtova auditorëve të universitetit, të Institutit Bujqësor, sot Universiteti Bujqësor. Aty pata fatin që të njihim dhe të marrë mësim nga disa pedagogë të talentuar, shumë të përgatitur nga ana teorike, shkencore dhe praktike, që ata kishin një përvojë dhe kishin një përkushtim shumë të mirë. Midis tyre mund të përmend krahas të njohurit mentor përmedi, ishte Avni Oktrova, Lefter Veshi, Petraq Sotiri, të cilët ishin shumë orator kur jepnin leksionet. Në vitin e dytë unë zgjodha nga dekanati i fakultetit që tisha me temë diplome. Dhe tema ishte një temë e nomenklaturës shtetërore në atë kohë, e Këshillit Ministrave për teknologjitë e kultivimit të bimëve dhe analizave të tokës. Dhe fatikisht, kjo temë u bë në Kamës. Ai është profesor, një pedagog i shkëlqyer, një djalë i mirë, një qytetar i mirë. Është një model mysdhëqar për ta pasur zili. Me modestinë që ka, me punën, kontributin që ka shkëlqyer për zonën tonë dhe për zonën tonë mysdhëqese dhe për Shqipërinë në përgjithësi. Ne mburrem me të. Unë mburrem sepse kam shok fëminie. Ai ka qenë një talent me intelektin e tij, sidomos prirjet në matematikë që kishte. Ishin të veçanta, sepse nxënës të mirë kishte shumë, shkolla Lipovshat, shquhet për arsim dashse. Por Nikolaj ishte i veçantë për prirjet matematikore. Bile më kujtohet për çdo ushtrim, për çdo gjë të thonë e ka zgjidhur Nikolaj, po ta ka zgjidhur Nikolaj, do thotë ishin në rregull. Si kishte bërë Nikolaj, do ta bënin. Ajo ishte e vërteta. Aq bindje kishin dhe pedagogët. Sa edhe në provimet e shtetit të vjeçarës, ishte një rast, një ushtrim në matematikë. Mësuese Juliana po shikonte për vetë pyeti Nikolajin. I tha Nikolaj, ky deri këtu e ka zgjidhjen, tha ai. Mësuese edhe më vonë tha, ta se zgjidh njeri më shumë se kaq. Dhe kjo ndodhi e vërtet. Morëm telefon lart atëherë. Në ministri dhe ishte vërtet. Ishte i pari që e kapi. Kështu që këtë e them se për ilustrim për prirjet matematikore. Për shumë vite gjeta dosjen origjinale, vendimin e qeverisë, qarkoren e qeverisë, komunikimin e drejtorisë bujqësisë të asaj kohe me Shkodrën, me Dibrën, me shumë prefektura të tjera, nomën e nxënësve, programet mësimore, e të gjitha. I dërguari profesorini nga Italia për të ndihmuar për të shkollë. Dhe fatikisht kjo ka ngelur në hije. Të më falin. Ka njerëz që duhet të lexojnë ashtu siç është. Ta interpretojnë atë që është. Dhe të mos nxiten nga egoizma personale, egocentriste, lokale, për të mohuar një vlerë. E lagu se lagu, hap su hap. Të ndërur, ka një vendim, qeverie, ka dhe një qarkore, ka dhe 2 ndërtesa të ndërtuara në atë kohë, që ishë ndërtuar mirë për këtë punë. Atëhere, çdo me thënë që kjo të mohohet. Është një privilegj për mua që të flas për jetën dhe veprimtarinë e profesorit Nikolaj Vargut, vitet e shkollës së lartë, me të cilin unë jam njohur në këto vite, në vitet 1973-77, kur studionim
në Institutin Bujqësor Tiranë, në Fakultetin e Agronomisë, dega Agronomie e Përgjithshme. Njoh atje një djalë i cili vinte nga shkolla e mesme Rahip Kryeziut, një nxënës shëmbullor nga ajo shkollë, ku ai kishte hedhur hapat e para ose në një themelet e shkencës së bujqësisë dhe si një djalë në vullnet që kërkonte të fillonte më tej studimet në këtë fushë, u drejtua Institutit Bujqësor Tiranë për studimet të mëtejshme. Ishte një djalë i thjeshtë me shumë edukat të lartë, të bënte për vete me bisedat e ngrohta e sinqerta të tij. Ishte fjalë pak e punë shumë, kishte shumë kurajo, ishte pa përtuar, pa pretendime të mëdha. Se student që vinë në Universitetin Bujqësor vinë të dobët. Studentë të mirë vinë vetëm ata që prindërit e tyre o kanë sera, ose kanë farmaci bujqësore, pra janë ata që të lidhur. Që lidhen me praktikën... Që lidhen direkt me interesin e ndërtimit në jetës tyre. Dhe më kujtohet në shkollën e parë bujqësore që është hapur në Libosh vitin 1921, janë dy thelbe. E para, që të vinë nxënës në shkollë ata fëmijë që familjet e tyre kanë aktivitet bujqësor. Dhe së dyti ishte objektiv në atë kohë, nxënësi më i mirë duhet me tregu me lekë të shtetit nëpër Evropë që të marrë përvojë. Kjo që thatë është citimi i shkresës së Ministrisë Bujqësisë për të hapur shkollën në 1921. Kjo është një perifrazim ose një citim i shkresës numër 1482, datë 25 prill 1921, nga Drejtoria e Bujqësisë së Ministrisë së Brendshme, firmosur nga ish ministri Mehdi Frashi. Tash. Ata fatin të njohë dhe të bashkëpunojnë nga Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë në Prishtinë me profesorin e nderuar dhe shumë të respektuar të Universitetit Bujqësor të Tiranës, zoti Nikolas Bardhi. Për mua personalisht ishte një përvojë e vyer dhe një shkollë e paharruar. Profesor Nikolashi posedon një karakter të fortë, integritet, një uri thella shkencore dhe ofroi një bashkëpunim pa kursyer në mes dy universiteteve. Profesor Nikolas Bardhi është një pedagog i përkryer, rigoroz, i drejtë, bashkëpunëtor, korrekt dhe dinjitoz, me respekt dhe me njohje pafund. Janë shumë të rralla sot figurat të tilla kaq shumë komplekse dhe kaq të kompletuara, me integritet kaq të lartë në panteonin e shkencave agronomike shqiptare që vetë një bashkëpunim i ndërsjellë, siç ka qenë rasti me profesor Nikolas Bardhin. Profesor Bardhi është një profesor i palodhur, është një kërkues sistematik, me një kujtesë të madhe dhe me një analizë precize, pa frikë profesionale në fushën e agronomisë. Edhe pse lindi dhe zhvilloi aktivitetin e tij në periudha kohore thellësisht të ndryshme, profesor Bardhi arriti të ishte gjithnjë përtej kohës së tij, duke përcjellë tek studentët gjithmonë të ardhmen besimin se ardhmja do të jetë ndryshe dhe besimin se ardhmja do të jetë shumë më e mirë në raport me të djeshtën. Profesor, jeni autori 14-15 librave për studentët. Është një kontribut shumë i madh për këtë periudhë 30 e sa vjeçare në universitet? Janë 37 vjet pedagog efektiv. Ja dhe janë 5-6 vjet jashtë. Pra janë mbi 40 vjet. Ndërkohë janë 45 vjet punë në bujqësi, pa llogaritur edhe kohën studentore dhe kohën e shkollës mesme që kanë qenë lidhje me librat dhe me bujqësinë. Unë jam munduar që të punoj ngadalë në 2 deri në 3 drejtime, me qëllim që të botoj tekste dhe monografi. Ato janë libra që unë i kam botuar. Do të mbeten libra në qoftë se ato do të përdoren mbas vdekjes time. Sepse koha dhe njerëzit i vërtetojnë të gjitha vlerat të cilet do lloj qoftë, shkencore, politike, arsimore, kulturore, sportive. Dhe unë parikisht nuk kam bërë më shumë se që më kanë mësuar profesorët e mi.
profesorët e mi të cilët kishin auditorin, bibliotekën, pasaj kishin familje. Përshëndetje, për mua si dekan i Fakultetit të Bujqësisë dhe Bioteknologjisë në kuadër të Universitetit të Tetovës, është një derë dhe kënaqësi e veçantë që të bëj një vlerësim të shkurtër të referancës akademike të profesor Nikol Bardi. Ka mbyti dekada që njihemi me profesor Nikol Bardi. Profesori ka një reputacion të lartë, qoftë në Republikën e Shqipërisë, në Republikën e Kosovës, por edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sepse në përkujdesjen dhe udhëheqjen e profesorit Nikol Bardit kanë kaluar shumë studentë të cikleve të ndryshme studimore, duke filluar nga cikli i parë, cikli i dytë dhe studimet e doktoraturës në Universitetin Bujqësor të Tiranës, si dhe studentët e ciklit të parë në Universitetin e Tetovës, konkretisht në Fakultetin e Bujqësisë dhe Bioteknologjisë pranë këtij universiteti. Profesor Nikol Bardi, përveç në procesin arsimor në Fakultetin e Bujqësisë dhe Bioteknologjisë në kuadër të Universitetit të Tetovës, është angazhuar edhe në hartimin e programeve studimore dhe projekteve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Bioteknologjisë pranë Universitetit të Tetovës. Është si edhe një ndër themeluesit e këtij fakulteti pranë Universitetit të Tetovës dhe gjithashtu pjesëmarrës aktiv në konferenca shkencore që organizohen. Profesor, a ka pasur edhe student të huaj të shteteve të tjera që kanë vazhduar Universitetin e Kamzës? Po, ka pas student huaj. Unë rastësisht jam takuar në Zvicër me një ish student të institutit bujqësor, ai ishte algjerian. Dhe ai rinte lak dhe më shikonte, më provokonte dhe unë e shikova kështu dhe çka ka? Ishte kjo studenti juaj, e? Student, jo, student 64-s. Ashtu. Dhe ai vjen dhe më thot, pse s'më flet mua, më flet shqip. Dhe unë i them, ta dija që flisit shqip, unë do për ulsha para juve. Më falni që nuk e dija këtë. Ai thotë, unë jam një ish student i Institutit Lartë Bujqësor. Ka mbaruar në vitin 1964. Ai quhet Amirush Mohamed Larsen. Dhe ai në vitin 1969 me diplomën e Universitetit e Institutit Bujqësor të asaj kohe u paraqit në Londër për të marrë për kualifikim shkencor. Dhe atje e pranuan dhe në vitin 1974 ai doktorohet. Sipas tij gjithmonë më tha, kanë shkruar dhe gazetat, nuk e kemi ditë që Shqipëria dha pas ka pas një fakultet agronomie kaq fort. Dhe unë tha, jam drejtor i Institutit Perime Patates të Algjerit, zëvendës presidenti i Korporatës Ndërkombëtare të Patates. Dhe kishte arritur të ishte edhe 3 muaj nën punë si faos. Shprehjet e tij ishin: mua Shqipëria më mësoi kulturën e vet, kulturë përgjithshme shkencore në agronomi, dhe mberi mua që t'jem një nga specialist më të mirë në Algjeri. Është kënaqësi dhe vlerësim për mua si dekan i Fakultetit Bujqësisë në Universitetin Fanoli në Korçë, por dhe si koleg i profesor Nikol Bardit, që të shpreh disa konsiderata dhe mendime në lidhje me figurën e Nikolaqit apo ndryshe si e thasim Nikol. Unë me profesor Nikolaqin njem për shumë vitesh para, ndoshta që nga fillimet e punës në këtë institucion, kur së bashku kemi punuar dhe bashkëpunuar për programet mësimore të degëve tona, të cilat parafronin me Universitetin Bujqësor të Tiranës, por konkretisht dhe për lendët të cilat unë mbuloja në fitotekni, bimë të arave apo dhe bimë mjekësore dhe aromatike, për cilat dhe profesor Nikolaqi ka qenë homologë im në Universitetin Bujqësor, por dhe një nga bashkëpunëtorët më të mirë dhe më të suksesshëm. E them me bindje që profesor Niko është një nga bashkëpunuesit, një nga kërkuesit dhe pedagogët me mjaft influencë, jo vetëm në ambientin universitar, por dhe jashtë të tij, sepse ai ditë ndërtoi marrëdhënie shumë të mira me gjithë bashkëpunëtorët, me kolegët, me studentët,
Dhe ka qenë në mbetet për mua dhe për gjithë kolegët e Fakultetit Bujqësisë, një nga profesorët të cilët kanë mbajtur marrëdhënie shumë të afërta, por edhe bashkëpunëtor shumë i mirë në kërkimet shkencore, në botimet, konferencat shkencore që ne kemi organizuar apo që ka organizuar Universiteti Bujqësor dhe studimet e ndryshme. Cila është përvoja gjermane për studimet, për temat shkencore që ndiqen dhe për bujqësinë, çfarë mund të themi? Po, është e vërtet, unë kam qenë në Gjermani nga viti 1992 deri në vitin 1994, janar 94, pra shtator 92, janar 94. Kam qenë në një punë kërkimore shkencore në një temë që ka qenë e rëndësishme në shumë vende të botës dhe në kuadrin e Bashkimit Evropian. Ka qenë studimi për ciklën rrënjore për prodhim sheqeri për diabetikët. Në qendrën kërkimore shkencore të Ministrisë Bujqësisë Gjermane në Braunschweig të Gjermanisë, që është në landin e Niedersachsenit. Tashmë ajo është një qendër kërkimore shkencore e Bashkimit Evropian, siç është Ciami, siç është Nansia, siç është Saragoza, siç është Hanjaja. Me thënë të drejtën, atje janë gjërat shumë të organizuara, janë shumë të përcaktuara dhe ndahen kërkimit shkencore të perspektivës që i përkasin të ardhmes 20 vjet, 30 vjet më vonë dhe kërkimit shkencore të tanishme. Për bujqësinë, atje ka disa institute kërkimore shkencore, të cilët kontribuojnë direkt në bujqësinë gjermane. Për sa i përket krahasimit specialistëve shqiptarë me specialistët gjerman, nuk kanë diferencat mëdha në formimin agronomik. Diferenca ka ekzistuar në teknologji dhe shpesh herë në disa landë që tek ne nuk kanë qenë njohur dhe akoma nuk kanë zhvilluar, siç është për shembull inxhinieria gjenetike, siç është nanoteknologjia, e disa probleme të tjera. Kontributin e Nikolakit unë arrita rezultate shumë të mira në përfundimin e shkollës. Nikolaki shquhesh për një përkushtim vetë shumë të madh dhe dashuri për shkencën. Në momentin që unë kam njohur Nikolakin vinte në një jesh ekonomi bujqësore në Libofshës. Kish kaluar pranë Institutit Tokave, specialist dhe më pas pedagog në Universitetin e Bujqësor të Kamësis. Me përkushtimin maksimal, Nikolaki arriti të mësonte gjermanishten në ato kushte në agronomisë. Edhe në pas Nikolaki me përkushtim shumë të madh, ngjiti shkallët në karrierën e tij akademike, duke u bërë doktor i shkencave dhe më pas doktor profesor. Bujqësia shqiptare sot është në udhkryq. Është në paqartësi zhvillimi. Është edhe në abuzime që bëhen. Një nga faktorët që duhet korrigjuar në koncept, në ligj dhe në zbatim. Toka është pasuri kombëtare. Toka duhet shfrytzuar dhe duhet punuar dhe duhet marrë maksimumi i saj për t'i dhënë njerëzve që të hanë të vishën të pinë. Ngastrat e vogla, që për mua ka qenë të panevojshme që një familje që ka 2.5 hektar tokë që ne e quajmë fermer, që është fermer, ta ketë tokën 4-5 vende. Kjo duhet vi një fazë tjetër që jetë konsolidimi i ndarjes tokës. Së dyti, njerëzit duhet kuptojnë që fshatarësia nuk duhet jetë më shumë se 20% në Shqipëri. Ose toka duhet jepet me qira konform rregullave, ose duhet bashkohen fermerët me qëllim që të kenë mundësinë e mbjelljes masive të sipërfaqeve të njëjtës kulturë dhe të bërë qarkullime bujqësore. Të mos kenë frikë nga fjala kooperativ. Të flasësh për profesor doktor Nikollaç Bardhin është punë e lehtë po aktiv. Profesor Bardhi ishte i dashur për të gjithë studentët, në veçanti për ne që vinin nga Kosova dhe Maqedonia,
duke na ofruar mbështetje dhe duke mos u kursyer as pak, vetëm që ne të arrinim synimet tona në aspektin e marrjes së kompetencave të nevojshme profesionale. Nuk mund të lë pa përmendur përkrahjen dhe ndihmën që na ofrohet gjatë kryerjes së masterit dhe doktoraturës. Ai për ne nuk ishte vetëm një profesor, por ishte edhe një shok i cili nuk të lë vetëm kurrë, një shok i sinqert dhe pa interes. Po kulturat bujqësore, dritrat e bukës, që përqindje zen, që si përfaqe zen në fshatrat ku mbillen me profesor? Ato kanë zënë një peshë shumë të madhe. Gruri dhe misri kanë qenë në rreth 330-340.000 hektar. Vitet veçantë deri në 360.000 hektar. To vite tani, këto kanë rënë. Misri shkon të 70.000-80.000 hektar. Gruri 110.000 hektar, pra pothuajse janë përgjysmuar. Dhe këtu ka defektet serioze të prodhimi i farës. Fara hibride e misë të prodhuar nga Instituti i Misë dhe Orizit Shkodër mbulonte të gjithë sipërfaqen e mbjellë në Shqipëri. Dhe ajo u prish. Sot në vend që kishte një shtatore dhe tronte emrin Instituti i Misit Shkodër, ajo kthye që të bëj Shkodër, e cila nuk prodhon më shumë se 3-400 kujtal para misri. Një gjë e veçantë për mua dhe shumë preksje ka qenë kur isha në një panajir bujqësor në Hungari, në Budapest, kalova po shikoja dhe kalova tek Instituti i Misit, pavioni i Institutit Misit të Hungarisë. Kalova te Instituti i Misit të Zemënpolit dhe shikova kallinjtë e misrit që ekspozohesh. Numëroja rreshtat, numëroja kokrat, shikoja numrin e kokrave, shikoja formën e kokrave. Ishin një lloj si tonat. Profesori hungares e mjekër, kur u ktheva për së dyti, më tha, kalove, thua, si e ke problemin? I thash, i shikova këto dhe më pëlqyen dhe më ngjajnë. Nga jeti, më tha mu. I thash, unë jam nga Shqipëria. Qeshi kështu dhe halulu këtu, dhe më qirasi dhe më tha, janë tamam si tuet, tha. Materialet prindrore të këtyre janë marrë në Institutin e Misit në Bergamo Italista. Ata i kishin marrë nga Amerikanë genetik, ne i morëm nga ata, tha. Dhe ne i kemi këto, i ruajmë dhe vazhdojmë t'i rinovojmë. Nësa ne i zhdukëm. Profesor Nikolaj Bardhin e kam njohur në vitin 2003. Më kam prezantuar një shokë dhe një miku im, zoti Nikolaj Jango. Edhe me kënaqësi jam ulur dhe kam biseduar sepse këta ishin dy specialistë bujqësie të Mifid edhe të sistemit të paravideo-90. Në atë kohë kur unë kam takuar profesorin, kisha një aktivitet të vogël bujqësor dhe bregdoral. Edhe mendoja se kisha arritur diçka me të punën dhe me mundin me djersën time. Po mbas takimit që pata me profesorin, mendoj diçka për më largë, diçka më ndryshe. Ndoshta për koincidens, po atë vit në 2003, fal një vendimi të qeverisë nano atëhershme, u hap sistemi i shkollës part-time. Unë personalisht më njëherë përqafova këtë nismë dhe vendim qeverisë, edhe u regjistrova në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në degën inxhinjeri agrare, specialiteti prodhim bimor, në sistemin 5 vjeçar 2003-2004. Këtu pata mundësinë dhe rastin që ta njoh akoma më nga afër profesor Nikon. Për ne studentët që vinim nga zona e Myzekjes, ishte një nder dhe një kënaqësi që në gjirin e këtyre pedagogëve të shkëlqyer të atyre viteve që ishim në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ishte dhe profesor Nikolaj Bardhi. Vend të zë kultura e bimëve industriale në shkallë vendi në Shqipëri. Në Shqipëri, bimët industriale kanë zënë një peshë të madhe. Një thonë përmendim që kanë qenë mbjellë 36.000 hektar vledilli, 32.000 hektar duhan, 14.000 hektar patate. Ka qenë mbjellë rreth 7.500, 8.000 dhe 9.500 hektar me panxar sheqeri. Shkallë Republike? Shkallë Republike plasim gjithmonë, kjo është mbjellë Elbi Distik, është mbjellë Lupini, për birën në Pogardec, që ka qenë vendi më i përshtatshëm dhe kanë qenë rreth 35 hektar, me të cilin prodhohesh birra në Shqipëri. Fatikisht, mbas përmbysjes së sistemit, u shkatruat gjithë infrastruktura përpunuese. Fabrikat e cigareve, fabrikat e vajit. Ka qenë mbjellë pambuk 12.000 hektar, 14.000 hektar.
u prish uzina pambukut. Dhe kjo bëri që këto bim, krahas arsyeve që kanë se janë bim me efektivitet ekonomik jo shumë të lartë, t'i rëndoj edhe pjesa sepse ka dhe imparim. Vërtet mund kënë koste, po populli do haj, populli do vishë, janë produkte që janë të domosdoshme dhe shumë vende i subvencionojnë to, i stimulojnë. Nëse sot bim industriale zënis për faqe minimale. Pambuku ka ikë në skena. Lule dielli mbillet në simbolike vetëm për ngrënie dhe është një gabim i madh që mbillet lule dielli për vaj dhe shitet për ngrënie. 4.000-3.000 hektar. Mbillet duhan 4.000 hektar, 2.500 deri 4.000 hektar. Dhe fatkeqësisht mbillet duhan edhe kompania greke që operon në Shqipëri tallet me fermerë shqiptar. Në që kuptim? Tallet se së pari e merr lirë. E merr 2.800 lekë kilje. Që nuk ka çmim më tul. E dyta, i ul shumë përqindje dhe e kulturës. Ai është një qytetar i mirë, por edhe një shkencëtar i madh. Mbi të gjitha, ai ka përgjegjësi intelektuale dhe është një intelektual i angazhuar. E them këtë pasi ai merr pjesë në mënyrë aktive në të gjitha proceset që kalon vendin jonë politike, ekonomike dhe shoqërore. Dhe vendi jonë ka nevojë për të tillë intelektual që ta thonë fjalën e tyre me kompetencë profesionale, me dignitet, me forcë. Është intelektuali ai që ka për detyrë që ta udhëheq popullin e tij, të thotë vërtetën. Dhe profesor Nikola Bardhi i tillë është. Ai për herë ka mbajtur anën e qytetarëve, ka mbajtur parasysh gjithmonë interesat e popullit. Ai jo është vetëm bili muzikës, por është i gjithë Shqipërisë, pasi vepra, puna, kontributi i tij ka për masë kombëtare. Ka qenë një projekt dikur që jepeshin 10 deri në $15.000 për kultivimin e lule të qajnë të tjetër. Shrebelës. Këto projekte nuk i jepeshin fermerëve bujqësisë që të bënin e gjë. Po i blinte dikush që ishte biznesmen dhe blinte një benz të mirë. Pa aplikonte për këtë dhe mirë të lekët. Dhe s'bënda asgjë. Ose i mirë një tjetër bënda një dyqan. Prodhimi është i pari. Shitja është e dyta. Pos pa të prodhimi, çdo kom fuqinë ka të prodhimi të marka e tij. Ana tjetër është sepse po jepeshin dikur traktorët me 25 milion, 28 milion lekë. Nuk jepeshin në bujqësinë e Libofshës, apo të Krutjes, apo të gjithë Myzeqes që ishte bujqësia. Po jepeshin në vende që kishin bujqësinë dorë të tretë, në Ersek, në Vlorë, në Tepelen. Dhe ngrihesh myzeqari, duhet gjente një traktor atje që kishte bler 28 milion, e blinte myzeqari 15 milion lekë. Po kështu është domethënë. Një falënderim të veçantë për profesor doktor Nikollaç Bardhin për mbështetjen e çmuar që më ofroi për gjatë gjithë punësimin, finalizimin e punimeve shkencore, me këshillat, konsultimet dhe rekomandimet e tij. I nderuar profesor doktor Nikollaç Bardhi, me përkushtimin, dijen, kulturën, gjithnjë më ka rritur besimin tek vetja në përballje me sfidën më të madhe që kam patur përpara. Këshillat e tij metodike dhe profesionale kanë qenë të domosdoshme, ndërsa mbështetja e tij morale më ka inkurajuar në mënyrë të vazhdueshme. Me kujdesin dhe delikatesen që ka për secilin student dhe profesionist të shkëlqyer. Kontributi im është ky, që fermerët i them kaq, te bujqësia duhet shërbyer në kohën e dur dhe me sasinë e dur, te primi i sasisë, të mos kujtoj se rrit prodhimin. Prish shumë cilësinë. Duhet kuptojmë këtë gjë, që në qoftë se pacienti, njeriu pacient, merr udhëzime nga mjeku, që të marrë medikamentet, të marrë në orën e dur, para buke ose mbas buke. Ashtu do t'i ketë dhe fermeri, t'i përdorë në kohën e dur, në qoftë se përdor medikamentin, pesticidin, insekticidin, në orën 12 të drekës nuk jep efekt, shkakton dhe demet e bima. Ka pesticide që duhen përdorur në orën 7 darkës, kur temperatura ulet, kur lagështia arritet dhe gjatë gjithë natës ai depërton në bimë dhe bën efekt. Është kënaqësi të flas për profesor Nikollaç Bardhin. Ai është nga ata njerëz
nga ata intelektual të shquar, nga ata shkencëtar që kanë dhënë dhe japin një kontribut të çmuar për vendin e tyre. Unë kam patur fatin që ta njoh nga bëmat që ka, nga emri që ka lënë parapa, çdo njeri në rrugtimin e tij jetësor le gjurmë. E profesor Nikolaçi ka lënë të tilla gjurmë që kudo që ka qenë, kudo ku ka kontribuar, ka një emër të mirë, ka një emër të veçantë dhe të respektuar. Me kontributin që jep aktualisht profesor Nikolaçi, me marrëdhëniet që i ruan me njerëzit e tij, me formimin e tij akademik dhe shkencor, bëhet që ati njeriu t'i heqësh shkapelen, ati njeriu ta nderosh dhe respektosh, sepse gjithë treva e Myzeqes për nga i buron është krenare me atë njeri, ndihet krenare me atë njeri, ndihet e përfaqësuar dhe realizuar me atë njeri. Për profesor mund të flasësh tërë ditën e të natën, por unë mendoj se kushdo që e njeh, kushdo që e ka njohur dhe kushdo që do ta njohë nesër, do të ndihet i kënaqur, do ndihet realizuar dhe i plotësuar që ka qenë shok i tij, që ka qenë mik i tij, që ka konsumuar kohë me profesor Nikolaçin. Shteti eksportuesit nuk i ka mbështetur fare. Le të thonë, cili është buxheti për bujqësinë në Shqipëri? Pati disa projekte për Ullirin, për Arroret, por këto janë disa gjëra që nuk duhet ngelen me fjalë, duhet ngelen me korrektesë. Ana tjetër që ka qenë banale fare. Drejtori i bujqësisë vendosesh një oficer. Çdo të thotë kjo? Edhe mundja ka me peshë prapër, nuk mund të jetë 70 kg me 80 kg. Pse s'futen në mjeksi? Pse s'futen në zanat e tjera? Kështu që te bujqësia ka një diçka që duket se është për gjithë dhe është të gjithëve, por mos harrojmë se i shprehja shumë e madhe. Që thot për Hardhin, të më haj dhe të më pi kush ke qef, të më prashis dhe të më vis kush të punëtor, të më proponoj kush ka mundësin, por të më krahasisim Zot. Profesor Nikolaç Bardhi është një familjar model që rrezaton qytetari, mirësi, bashkëpunim, kulturë, tolerancë dhe edukat të shëndetshme adhetare. Ai është i kudo gjendur, në mes të studentëve, me kolegët e tij, me shokë e miq të panumërt, duke dhënë eksperiencën e vet si shkencëtar në aktivitete kombëtare e ndërkombëtare. Profesor Nikola ka 2 djem korrekt në familje dhe në shoqëri, me sjellje të shkëlqyer që kanë marrë edukatën e prindërve dhe kontribuojnë me ndershmëri në sektorët ku punojnë. Ndaj prindrit janë të lumtur me të 2 djemt, aqsa edhe djemt ndihen kerenar me prindrit e tyre. Inovueshme se si ato të përdoren në mënyrë sa më eficiente. Është normale kur puna e intelektualit vlerësohet nga shoqëria dhe institucionet shtetëria fjerë. Me certifikatën e mirinjohjes me rastin e 70 vjetorit të Universitetit Bujqësor të Tiranës me motivacionin për kontribut të spikatur gjatë karrierës akademike në Fakultetin Bujqësor dhe Mjedisin, për përkushtimin e treguar në formimin e studentëve, kërkimin shkencor dhe qurjen përpara të misionit të universitetit. Profesor Nikolaç Bardhi, a ka ndonjë hobi? Hobi im është shau. Shau është art, është kulturë, është shkencë. Shau është për të mençmit. Shau të stërvit trurin dhe rusët e kanë mësim në shkollë. Teoria hapjeve, zhvillimit lojës dhe teoria finaleve. Unë jam i dashuruar me shau. Profesor Nikola, a keni një peng për universitetin? Po, kam. E kush është ky? Kam 2 pengje. E para, që në kohën kur isha student, ishte i dhimbshëm, ishte i rënd. Në kohën kur ne flisnim, bënim leksionet, sa po kishin mbaruar disa fjalime të famshme në atë kohë, kur flet klasëve nuk flet burokratizmi. Profesor Avnia Oktovë na shpegonte leksionin për domaten. Shpegonte vlerat, vitaminat, fenolet, polifenolet e tjera me radhë. Dhe thoshte, domatja është shumë e mirë dhe mirë të e priste i kokër domatje dhe e hante. Por thoshte, e mirë është domatja
Po ka nevojë për një hu që ta mbaj në fush. Ne shikonim. Po ka nevojë edhe për një biftek të madh të jetë në pjatë. Kjo ati i kushtoi shumë rënd. Këqë dashësit dhe mediokrit këqë interpretuan. Dhe e hoqën nga pedagog. Të kam mbetur gojsh kjo punë. Ka mbetur gojsh sepse nuk mund të hiqësh pedagogu, pse thoshte një të vërtet. Së dyti, dita e zezë e djegjes universitetit bujqësor. Dita e zezë e djegjes bibliotekës universitetit bujqësor. Çfarë kanë librat? Në Göttingen të Gjermanisë e shkruajtur një shprehje e madhe. Wer gebrand die Bücher, gebrand am Ende die Leute. Kush djeg librat, më në fund djeg njerëzit. Dhe shikoja dhe miknin lot. Shikues të nderuar të televizionit Apollon, ndoqët emisionin me një nga personalitetet e kulturës, të shkencës, me pedagogun, me profesorin, zotin Nikolaj Bardhi. Nuk kam për të përtuar, për t'ju përgjigjur të gjitha kërkesave, për t'i pasqyruar intelektualit muzikar kudo që ata ndodhen. Kjo është një detyrë e gjithë gazetarëve që kanë aftësinë dhe mundësinë për t'i pasqyruar në media për të ngritur vlerat e muzikjarëve. Një i tillë është edhe profesor Nikolaj Bardhi. Të falenderoj shumë për intervistën, profesor. Ju falenderoj së pari juve që jeni shumë i papërtuar, shumë i përkushtuar për të evidentuar, për të nxjerrë në pa vlerat e muzikës, inteligjencën muzikare. Kjo jo në kuptimin personal, sepse bet një emision për mua. Por, të vish nga Lushnja me autobus në Universitetin Bujqësor, ditën e diel, më fal, po, ky është një përkushtim i papar që shkon shumë lart për brezin, për moshën tuaj që juve të parën keni punën. Faleminderit. Ndërkohë, një falënderim i veçantë shkon për presidentin e televizionit Apollon të Firit, Artur Rustemi, i cili është një njeri që e don kulturën, e don shkencën, e don njerëzillekun mbi të gjitha. Ai ka bërë një punë të pazëvendësueshme. Faleminderit juve, profesor, të nderuar miq, të nderuar teleshikues. Ky ishte edhe emisioni i sotëm që nga Tirana, nga Universiteti Bujqësor i Kamzës, ju përshëndes dhe ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim në emisionet e tjera. Profesor, mirupafshim. Faleminderit shumë.